Mirë, po besoj që për pak do të rregullohet. Ne ishim duke folur për temperaturat përvyluese deri në 40 gradë Celsius që po mbizotrojnë në Evropë. Si janë gjërat në Kosovë? Ka gjasa që këto temperatura të na vinë edhe në vendin tonë? Po, për të ashme, nuk parashit kemi reshjet faktën deri të mosna për të mërkurën në javës së ardhshme. Kështu që temperaturat e ne minimale do të lëvizin nga 13 vise të larta deri në 17 të 16 apo 17 gradë në vise të ulta, minimalet, kurse maksimalet e ditës nga 20 deri në 34 apo dikon 35 gradë deri në fundjavë. Do të qenë këtë masat stacionuara, do të thotë masat nga të orët të stacionuara mbi vendin tonë, të paktën dhe për 4 apo 5 ditë të ardhshme. Do të hyjë kryesisht nga pjesa veri perëndimore dhe veri veriore, shpejtësia së cilës mund të arrijë nga 1 deri në 6 apo dikon 7 metra për sekondë. Ato të cilat janë paraqitur në vende të ndryshme të Evropës si në Francë dhe vende tjera, me 20 gradë Celsius, të ne për momentin nuk parashihet që të vinë mirë, po ne jemi shumë herët të para të verës. 15 ditë i fundit i muajit korrik dhe 15 ditë i parë i muajit të gusht parashihet që të jenë me temperatura më të larta, do të thotë. Por sa do të arrijnë ato saktë, ne nuk mund ta dimë tani, por sigurisht se afër 40 po aty, do të thotë në vende lokale, do të thotë mund të jenë edhe më shumë mirë, po ta japim një parashikim ashtu afatgjatë është e pamundur, pasi që nuk mund t'i dimë të motorore që të vinë nga Afrika se a do të jenë të stacionuara për shkak të presionet të lartë apo do të thotë ndryshimit të këtyre fushave barike gjatë viteve. Ne kemi qenë të vetëdijshëm që vitin që lan pas në disa qytete ka rritur temperatura mbi 40. Dhe po thoni se nuk po e përjashtoni si mundësi, ndonë se është ende herët për të konstatuar një gjë e tillë. Çka rekomandoni që të bëjnë qytetarët në situata të tilla, sepse temperatura 35-36 gradë për një kategori të shoqërisë deri diku edhe mund të jenë shqetësuese dhe jo lehtë të përballueshme. Ju lutem rregulloni lidhjen sepse asgjë nuk po ndëgjoj. Vinë fjalë të keq me ndërprerje, kështu që rregulloni atje dhe thëni prapë ju njoftë. E qartë, faleminderit shumë, po besoj në pak çaste mund ta rimarrim edhe një herë zotrin Aliu për të marrë një mendim të fundit, gjithsesi ishim duke diskutuar për një numër rekord edhe të rasteve të vdekjeve nga valat e nxehtë, e cila ka përfshirë Evropën perëndimore në përgjithësi. Këto temperaturat e larta, Franca ka përjetuar ditën e saj më të nxehtë ndonjëherë para pak ditësh, Mbretëria e Bashkuar gjithashtu pati nxehtësi rekord për qershorin dhe Spanjë, dhe gjithashtu Spanja ka rritë mesatarin e